Profesor, priten që të hapen negociatat me Greqinë për çështjen e detit. Si u duket ky vendim pas shumë vitesh që kanë ngelur pending? Kjo është një situatë e rëndë për Shqipërinë, sepse krahas shumë e shumë masave që në paqe me urtësi nga pala greke, për mos thënë që edhe me dinakri nga pala greke, por dinak edhe jo i urtë, edhe jo bashkëpunus, edhe me qëllim të keq, duket edhe pala shqiptare me kryeministrin në krye. Sepse të vesh sot në një negociat për detin, edhe të vesh në Hag, që fare mirë mund më shkojë fare, sepse në konfliktet të tilla, le të themi konfliktet buta janë, sepse në një farë mënyre ka një konvent ose marrëveshje që quhet Karta e Firenzës që apo e Lozanës 1923-1926, që në një farë mënyre ka patur një kufizim detar i pjesës së shtetit shqiptar dhe asaj të shtetit grek. Dhe tash duhet që kjo delimitim që quhet vendosje një kufive me interesa reciproke, duke shfrytzuar hapësirat ekskluzive, duke dalë koncepti i shelfit detar në 1945-46 ku Amerika vendosi që shelfi kontinental është imja për këtë mua dhe që nga ai moment është bërë një konvent që quhet UNCLOS, United Nations Kufit për detin, UNCLOS-i, dhe i cili nuk i detyron vendet që të shprehen me mosmarrëveshje ose të shkojnë në detyrime të caktuara, nuk i detyron vendet, përkundazi i shtyn me këtë marrëveshje se si ato të jenë me njëra tjetrën komplementar, të jenë me një pranueshmëri, do thoshja, prandaj vjet fjala jo vetëm drejtësi i barazi, po equity, që do të thotë që ka dhe moral brenda, ka dhe njohje të kufive historik të vjetër. Dhe Saranda e përmbush një kusht të tillë, që është duke qenë se ka Butrindin, është një gjë historik, ndryshe nga Korfuzi ose rellojet e tjera. Çfarë ndodh? Që shteti shqiptar me dakordsi, vetëm nga kryeministri është kjo iniciativë, kjo sipërmarrje, ndërkohë që kryeministri nuk ka pyetur as parlament, as institucion presidencial, as pjesë akademike, as pjesë të besimeve fetare, as profesionistët e detit, nuk ka pyetur në asnjë rast që të marrin mendimin e tyre. Bile deri në 2018 që ishte zoti Ditmir Bushati, gjithë kjo negociat që është bërë për efektin 6 mile që shteti grek kishte në atë kohë në pronësinë e vet. Ndërkohë që negociatat 2019-20 apo deri sot, ato janë me efektin në 12 mile që ka kërkuar pala greke, që do të thotë që 12 mile duke parashtruar dhe zonën ekonomike ekskluzive të kërkesës që ka pala greke, që është normale në bazë të konvendës, shteti grek vjen me kufi detar përballë Dermiut, përfshin në pjesën ballore të Ivarës, të Dermiut deri në Palas. Do të thotë që një kufi, siç është kufiri detar ose kufiri që ndrushim Joni, nga Karaburuni deri në ishullin Tongo, ky kufi që ndrushëm krahasohet me një pikë madhe që nuk fillon nga Korfuzi, le të themi Korfuzi është ishulli i madh, po kufi që ndrushëm, po fillon nga një ishull që quhet Othonoi ose ishulli Far. Far që ka qenë ishulli shqiptar 10.000 vjet që nga koha e Trojës, 3.000 vjetave këtej. Dhe kjo pikë e paqëndrueshme që është ishull Far, ai fillon matjen dhe krahason një pikë të qëndrueshme që është kufiri jon bregdetar me banim 3 milion, 5 milion se janë shqiptarët, po ndërkohë e krahason me një ishull që duhet kishte pikë të pjeshme. Partja duhet kishte një përqindje, por mos thënë ndonjëherë që marrin edhe pikë zero. Pra në këto kushte, shteti grek jo vetëm që e kalon atë që quhet të drejtën e vet, e kalon nga 6 milje në 12 milje, e cila duhet diskutuar njërë në rangjet e shteteve të mëdha, siç është ose e bashkimeve të kombit, siç është OKB-ja, siç është Amerika, siç janë shtetet e tjera europiane. Dhe me njëherë kryeministri jon, ai e than 10 minuta, kryeministri jon e zbardhi në 10 2 minuta. Kështu që tjetër shkohet në fare mirë mund të shkohet në Hamburg, që do kishe një lloj ankimimi për shkuar në Hag, ndërkohë që shkohet direkt në Hag, ku shumica
ndoshta e pjesës të jurisprudencës janë jo me origjinë greke, po janë që mbështesin një shtet që është shteti grek, një shtet arqipelag me 13 në 14 mijë ishuj, të banuar apo të pabanuar, po që është shtet që ka ministri deti, shtet që ka një admiralitet për detin, ndryshe nga shumë shtete të tjera që janë thjesht kontinente. Një shtet që ka departamente, ministri, specialista për detin dhe kur është ballafaqur me pjesën tonë, me arta greke, angleze dhe asnjëra arta shqip, gjithmonë kanë dalë fituar në këto ballafaqime. Që nga pikat e matjes, ne masim me metoda të ndryshme kepet e gjireve të pjesës Konfuciit dhe të kepet e gjireve tona. Kështu që ne që në fillimi ai fiton që në pjesën e parë të matjeve, që të bësh pastaj barazim. Pasi ka vënë në vijat e drejta, që vijat e mezit, pastaj bën barazim. Ai që aty fiton. Pra, kjo marrëveshje nuk ka ekiti të drejtë juridike, të drejtë historike, të drejtë morale. Po kjo është ekitia, drejtë morale. Ndërkohë që në mënyrë të pamoralshme, ti vete me një dakordsi në Hag. Kjo do thotë që kur ta shu ka diu, s'ke ku ankohesh më. Kjo është Haga. Ndërkohë që ti ke një eksperiencë ndërkombëtare, të gjitha i ke me humbje. Eksperienca që shteti shqiptar që nga Konfuzi e këtej i është adresuar gjykatave ndërkombëtare i ka qenë gjitha me humbje. Ndërkohë që janë me 10 shtete në botë, po edhe në Europë, Angli, Danimark, Rumani, Ungari, Kroaci, Itali, në botë janë me disa 10 shtete, Amerikë, Kanada, Afrikë me ato shtete që ka si shtete satelit ishuj, të cilët nuk kanë kufi të prerë dhe të qartë. Janë atë mosmarrëveshjen e dur, Spliti ose Slovenia me Italinë, janë mosmarrëveshje ose Slovenia me Kroacinë, gjithashtu, dhe janë atë mosmarrëveshje dhe vazhdojnë të qetë në normat e tyre. Atë ç'është ky nxitim për të shkuar në Hagë. Që për mua kjo Haga është noterizim i humbjes, që zoti kryeministër Joni e klasifikon këtë marrëveshje që e bie detin deri përballë Dhelmiut edhe Palasës, dhe aty mendoj unë që një tërthore e caktuar që ka futur dhe me vendimet të tjera, ka futur varet greke në Tepelen përmet, ka futur gramozin që i bie të jetë Agjio Gramozi, i shtendi Gramoz me gjuhën greke, ku të merr Vodafoni, nuk diskutohet Saranda, Manastiri, Himara, Lukova, gjitha këto, është një vendim që quhet VKM 820, ndoshta, i vitit kaluar, diku në 27 vjetor, ku gjë shqiptar mund të shprehet si ndjehet. Që kjo është vetëm për rastin këta që janë me presione, ose që janë me një lloj ideologjie, apo botkuptimi, apo lloj dëshire që të quhen dhe të emrohen si grek. Dhe që do të thotë që një fshat i caktuar, apo një krajinë e caktuar, me 20% plus 1 të shprehurit të njerëzve të saj, të shprehur njerëzve të saj që unë ndihem dhe jam grek, atëherë ajo fiton një lloj gjysmë autonomie, gjysmë që quhet asociacioni, ku mund të vendosi emra shkollash, mund të bëjë ideologji të caktuara, mund të vendosi libra, mund të vendosi emra rrugësh, dhe ata do punojnë për pak vjet, duke qenë edhe koha shumë e ngjeshur nga informatika, sot nga mediat online, dhe ata për pak vjet mund të kalojnë në 50%. Dhe po kalojnë në 50% si ndjehet, atëherë ai kalon me të gjitha takemet e një shteti të asociuar fillimisht, po të pavarur pak më vonë. Pra kjo është, edhe jo rastësisht janë 190.000 shqiptar sot të jugut, që për shkak të ortodoksisë, ose edhe me emra, me emri gjyshi Xhafer dhe Qamal babai, vetë ka emrin Mustafa, mbi emrin e ka përsëri Muhamedan, edhe shprehen që jemi grek, apo kemi qenë dikur dhe jemi shnuar, edhe duam të jemi prap. Pra, që ai ka qenë një kalim herë paqësor, sa nëse s'po i futem besimeve si janë në vendin tonë, por që janë 190.000 sot, dhe është arta që po përgatitet. Një artë që është korridor për të patur shteti shqiptar të ketë bashkia Konispol, Bashkiagjit e Sarandës, bërë dhe me Finiqin, edhe ty të del nga Gjirokastra përfshi, Leskoviku e gjitha edhe poshtë në jug, ty të del kufiri i bashkive tona del me kufi që do quajmë vetëm minoritet. Dhe kjo është një luftë që bëhet që Konispoli, që është bashkësia e komunitetit musliman, shqiptar, që nga Hoxha Tasini e Meral, dhe ky komunitet ose kjo bashkësi
do t'ja atashohet, ose do zvoglohet, apo do orientohet drejt bashkisë o Finiqit o Sarandës. Dhe kjo quhet një korridor minoritar drejt shtetit grek që po kërkojnë me ngulëm detin, kërkojnë jugun e Shqipërisë. E njëjta gjë mund të ndodhi me veriun që duan t'ja lënë një përsëri shteteve të tjera, dhe kështu që kemi një coptim diplomatik të Shqipërisë. Coptim jo me luftë si përpara, që do të thotë që këta e stampojnë Epirin, Qamërin, këta e stampojnë duke qenë veriu i Shqipërisë, veriu i Epirit për ata, ose jugu i Shqipërisë, me ata, do të thotë që Epiri do ndodhej midis dy helenizmave, helenizmit grek që është nga Akaia, Livadhiaja deri në Athinë, dhe helenizmin e Pirot që kërkojnë të quajnë Epirin Helen, dhe po të vendosin edhe jugun e Shqipërisë që bie veriu e Epirit, atëherë Epiri, toka qame, historia qame, tradita qame, të gjitha këto janë të vullosura që janë to greke. Sepse rrethohet nga dy anët, veriu vori Epiri që ata po e bëjnë grek, kufiri përballë tyre i bie to greke, deti, kjo është qëllimi pra. Dhe këtë bën vetëm një njeri që quhet zoti kryeminist, zoti Rama, e bën vetëm ai, që duket, imagjinoj që s'kam kuptuar kur e fundit që se si zoti Berisha dhe zoti Ilir Meta vunë në Imar, që s'është as pak minoritare Imara, s'ka lidhje fare me minoritetin grek Imara, se të gjithë janë me mbiemër nga Mirdita dhe nga Kruja, të gjithë me mbiemra si Dermiu. Shikoj emrat në Dermi: Gjilek, Gjipal, Kondraq, Drimall, Ndrin Madhe. Pra shikoj emrat edhe fol se çfarë njerëz që janë ata. Njerëz patriotë, që kur vajti mbreti në Imar në 1935-6, tha nuk ka nevojë tha për bodyguard, tha se këta janë njerëz të mi tha. Pra, sa fjalë kuptim plotë ishte në 1930 vitet 30 temi, ku i Marioti akoma klasifikohesh edhe ishte me mendje, me shpirt edhe me doke, me zakone, shqiptar, bir shqiptarit. Sot ju pëlqen, për shkak e tyre të financiare, e din vetë dhe e duan vetë, por që e gënjen mbiemri, Koka, që e bën Kokas, Zotaj, që e bën, s'ka që bëj Zotit ai. S'ka që bën ai Zotit, që ta bën dhe Zotas edhe atëri. Edhe shumë mbiemra tjerë që janë miditor rekrutan shqip, edhe i futin nga një edhe i duket që kur janë grek. E këtë ja lejon tash vendimi ose VKM-ja e kryeministit Rama për ta bërë ashtu si do, për të bërë detin ashtu si duan grekët, për të bërë pjesën e jugut shqiptar ashtu si duan grekët, dhe deri nga Dermiu deri në Gramos, atëherë kjo është një situatë ku unë duhet i bëj thirrje gjithë shqiptarëve, boll tjetër, bollu si ata që merruni me profesorin tani, merruni që nga i di, nga i gjenë, kushjetie, merruni sidomos këta pjesa e këtyre që duan të hiqen apo duan të duken sikur që janë pjesa e shqiptarëve të shumë që janë shumë bile në pjesën e Imarës, në Drovjan, Delvina, imagjino, Delvina që quhesh Vurgu i Delvinës, tani quhet Delvina e Vurgut ormik. Delvina e shtyr në një fshat i matur, mormik, Delvina me Beler, me Bej, Delvina me Fisnikërti, prandaj quhet kryeministri i parë Bej Delvina pra. Pra kjo Delvina që nuk është tjetër vetë një fshat i organizuar, ose emri i ka mbetur, po quhet Delvina e Vurgut, nga Vurgu që kishte përpara fusha e Vurgut e Delvinës. Pra të tilla gjasa po ndodhin dhe shqiptarët do të jenë të përgatitur nga pikpamja historike, ideologjike dhe dinë të mbrojnë vendin. Është e turshme se si këta do shesin edhe vendin, edhe shpirtin, edhe fëmijët, edhe familjen, edhe shkollat e tyre.